Ka rrezik nëse ti ngre një çadër në malet e Dibrës? Është e rrezikshme nata, apo ka ekspert që zgjedhin terrenin e duhur? Zgjedhet për erën, për pjersin, për gjitha, janë shumë elemente, po kafshët, arinjt mund të afrohen, se di Irini është andej ka Dibra. Ne kemi qenë të sigur, sepse jemi bërë edhe me komunitet lokale dhe personat që njohin më së miri atë vend që na kanë ofruar siguri, komoditet edhe për të qenë sa më të sigurt, kështu që nuk kemi hasur asnjë rrezik, kështu që po të shkosh me njerëzit e duhur dhe të kontaktosh personat që janë guidat lokale, të tregojnë vende perfekte që ti mund të ngjerë çantrën tënde të kampingut edhe të kalosh një natë rreth korabit ose në bjeshkët e Gramës. Ndjellës ky destinacion. Me thënë të drejtën, Dibrën edhe unë kote fundit e kam eksploruar, si Irini, sepse edhe për shkak të rrugës, tuneli Murrizi, distanca që janë më të afërta, ta mundsojnë që ti ta eksplorosh. Dhe jo vetëm Dibra, për 2 orë besoj je në Dibër tani, apo më pak? Për një orë e pak. Dhe për më tepër ke dhe destinacione pa shku në Dibër, të tipit Ura e Vashës, që është në Klos, mund kesh edhe këtë pjesa e Martaneshit, domethënë ka Bujtina, pastaj është dhe Mbulqiz, që na duket Bulqiza se është ajo identifikimi gjithmonë me minierën e Kromit e gjitha. Jo, ka edhe gjëra shumë interesante turistike, është pulla hupi, është periudha e qershive në atë zonë. Dhe zona ndë mbahet për qershit. Në maksimum. Absolutisht, po ka vende plot ku mund t'i eksplorosh dhe zona ndej kam përshtypjen tani po merr një hop zhvillimi goxha të madh. Na tha Irini Dibrën. E tha si destinacion. Tani do 3 apo ti nisemi nga 1? 3. Unë po e marr Gramsh, Belsh, Shëngjergj. Shëngjergjin që janë shumë afër, edhe Shëngjergj. Do të thënë këto i ke gati 1 orë distancë, Belsh që mund të jetë ndoshta pak më afër, po 1 orë, 1 orë e pak. Në Gramsh, nëse ti do të shoh tani se varet edhe nëse janë familjar, kanë fëmijë të vegjël apo kanë të moshuar në familje gjyshrit, duan i kanë adoleshent, fëmijë, do të thënë në varësi të çdo gjëje në Gramsh mund të vizitosh. Ke liçenin e banjës, pjesa e digës që është shumë interesante aty. Ke ushqim shumë të mirë tek restorantet që janë buz liçenit, që bëjnë mishin shumë të mirë, duhet thënë. Ke pjesën e kanionit Holtës, që ti mund ta vizitosh, është gati 30 minuta. Në varësi të periudhës kur shkon, nëse ka plurje shumë ujë, mirë është mos shkosh në ato. Dhe njerëzit të cilët nuk i dinë dhe i hyjnë kanionit. Tani po, se është thatësirë edhe nuk është se ka shumë. Mund ta eksplorosh kanionin për një vijë goxha të gjatë. Mund të ecësh në këmbë, domethënë. Po me patjetër me guidë, se ndonjëherë është dhe problem rënja e gurve, të shkëmbimeve dhe kështu gjërash. Pra do patjetër orientim. Absolutisht. Kanoni Holtës, siç e thash, është Biofarm, që është një destinacion shumë i lezetshëm në Gramsh, do të kalosh qytetin gati 30 minuta sipër që ofron, është ferm, domethënë. Aty ofron edhe gjëra për të bërë për fëmijët. Ke kuaj, ke stanin, ke domethënë gjëra shumë interesante. Është liçeni Dushkut shumë afër nga Biofarm, që është i gjithë me zambak. Edhe në këtë periudhë çelin dhe zambak të bardhë dhe mund të ofrohet një pamje fantastike nga liçeni. Unë fundjavën e kaluar isha, kështu që e kam të freskët këtë. Mund të shkosh tjetër tek ujvara e Sotirës, që është shumë e bukur. Është spektakolare sepse ka 2 rrjedha, njëra është më e bukur se tjetra. Domethënë, unë ofroj për gjëra natyre, ushqimi, edhe nëse do në aktivitet të tipit hiking, apo xhiro me varka, apo me kuaj, këto mund t'i gjesh në Gramsh fare thjesht. Kështu që Gramshin e kesh shumë afër nga Tirana, 1 orë, Shëngjergji është çik zonë pak më malore. Tani, përveç ushqimit, se dhe ushqimin zona ndaj bën shumë të mirë. Kampingut, që nëse do, pjesa e liçenit të Lepurit, për shembull, ka disa zona aty afër që mund të shtrohesh për kamping me çadra. Është shumë gjë e bukur. Unë e kam bërë në verë, edhe freskia, edhe kënaqësia që t'jep të fjeturit në natyrë nuk ta zëvendëson asnjë hotel në Dhërmi, në ku të duash ti. Është një kënaqësi e paparë. Për pjesën e hikingut, nëse do mund të shkon me biçikletë, edhe me biçikleta mund të bëhet pjesa. Është pak e vështirë pjesa e ngjitjes nga në momentin që kthehesh, po pjesa aty mund ta shijosh shumë mirë. Pjesa aty, nëse shkon me makina pastaj nga këto që mbajnë edhe biçikleta mbrapa, po mund ta eksplorosh pjesën e drejtë të Shëngjergjit. Mund të vizitosh në kish, pjesa e fshatit, domethënë aty është mirë për brenda ditës, po kush do të flet, marri parasysh që ose kamping ose tek bujtinat që ndodhen në zonën e Shëngjergjit. Është dhe pjesa e Shënmërisë, pastaj kushdo mund të bëjë dhe hiking nga mali me gropa dhe gjitha me radhë. Se ato kanë lidhje me njëra tjetrën. Belçi e thash sepse Belçi kote fundit që me pjesën e infrastrukturë, rruga që bëhet për të shkuar në Berat, në po.
është shumë e aksesueshme. Belçi ka diku të mbi 80 liçene, 85 në mos gaboj, që janë liçene karstike dhe janë shumë të bura, për shumë, po se aty është plaja e Dumres, domethënë dhe ke vetëm fusha komplet. Edhe pamja është fantastike. Mund të bësh një udhtim me varg ose me kajak, ushqimi. Ke disa kujtina shumë të bukura, është dhe një ekopark, është si fshat turistik që është aty në Marinës, është shumë i bukur se çdo gjë prej druri, aty ofrojnë tek ai liçeni Marinës edhe udhime me kajak, mund të shkosh të bësh shëtitje në pyll, se ke një zonë që është vetëm me pemë të larta, pastaj domethënë dhe ka atë kontrastin që nga fush, nga liçen, shkon tek pemët e larta dhe shoh që shumë të huaj po eksplorojnë dhe zonën aty. Që do thotë që tërhiqen sepse ndonjëherë edhe të bie rruga se kur kalon Berat, Lushnjë, mund të kalosh fare thjesht nga Belçi edhe do s'do i eksploron edhe zonat aty. Kështu që Belçi për mua është një zgjidhje e mirë. Ku hahet mirë? Sepse ushqimi është një tjetër pasion, kështu që... Imi është kryesori. Unë të sugjeroja Shkodrën edhe fshatin Zogaj të Shkodrës, i cili është ndosur buzë liçenit të Shkodrës edhe rrëz malit Taraboshit, dhe është si një fshat shumë piktoresk dhe si një komo i vogël i Italisë, dhe aty mund të hash tavën e krapit më të mirë në të gjithë zonës, domos në Shkodër. Kështu që fshati Zogaj unë mendoj që duhet marri edhe një vëmendje edhe nga turistët edhe për të vizituar, sepse është shumë i veçantë dhe shumë i bukur sidomos në këtë sezon, duke qenë se mund të shfrytëzosh liçenin, mund të lahesh në liçen, mund të bësh kajak, mund të bësh stand-up paddle, po mund të marrësh edhe bicikleta dhe të bësh shëtitje përgjatë liçenit të Shkodrës edhe që shkon deri në fshatin Zogaj. Kështu që mendoj që fshati Zogaj do jetë një destinacion qoftë për natyrën e bukur, edhe për ushqimin e mirë, por në rast se jemi edhe sërish në këtë zonën e Shkodrës, edhe ishulli Shurdaut ose ishulli Sardës, është një tjetër destinacion shumë i bukur i Shkodrës, që vlen të vizitohet, sidomos e theksoj në këtë sezon, sepse ti ke mundësinë që të shijosh edhe ujin, të freskohesh pak në ato ujëra shumë të bukur që ka ishulli Shurdaut apo ishulli i Sardës. Një mike shumë e mirë e emisionit, Uta Dupi, po më sugjeron në këto momente blatën e Peshkopis. Në Peshkopi, po. Irini? Mbetemi, jemi në tjetën linjë me këtë të zhvillimit të Dibrës, të eksplorimit andej. Po, se Dibra realisht është e nëmtuar. Që e kërka zbulim Dibra, pra, për këtë verë. Po sepse dhe Irini e thashe pa shkelur, do më thonë është akoma nëse ne me i farë mënyrë, jemi verur me Thethi, me Valbonu, se me patjetër që kemi vizituar një herë. Janë të huajt, sepse shpesh herë befasohen, kur shoh që janë pikërisht të huajt ata që zbulojnë pikat më atraktive të vendit tonë. Një nga arsyet pse mendoj unë se janë pikërisht huajt, përveç se ata e kanë pasion shumë të tekstuar, ata në momentin që ti shkon në një zonë caktuar, ata shkojnë në një zonë caktuar dhe shkojnë flen, mund të flen për një javë të ai fshati dhe duan të eksplorojnë në këmbë se çka ka vërdall asaj zonës apo atij fshati. Domethënë një nga arsyet që ata e zbulojnë ndoshta para nesh është sepse kanë atë dëshirën ose kuriozitetin më të madh për të zbuluar gjëra të reja në një zonë që ata nuk e njohin fare dhe nuk e kanë të eksploruar. Kjo pastaj ka dhe riskun që rastet që kemi dëgjuar që turistët që shkojnë vetëm pa guida hasen me probleme të rrëshqitjeve apo fatkeqësisht dhe të humbjeve të jetëve. Domethënë ky është një nga probleme që duhet të jenë më të aktivizuar guidat lokale që t'i orientojnë që në terrenet caktuara, në zonat caktuara nuk mund të shkohet vetëm, aq më pak kur nuk e njeh zonën. Çfarë duhet të kenë tjetër parasysh turistët traditor, pra turistët e shpejt, për ta mbyllur? Është e rëndësishme ajo që tha pikërisht Sibore, që duhet të lidhen me një guid lokale dhe me njerëz të vendit aty që t'i tregojnë vendet e dura, se ku mund të akomodohen, se ku mund të qëndrojnë, dhe ku mund të shkojnë dhe të jenë të sigurt gjatë gjithë kohës. Edhe informacion, domethënë të informohen para se të shkojnë në një destinacion të caktuar. Dhe mjafton që të marrin atë shpirtin e aventurës edhe shpirtin e eksplorimit me vete dhe ta shijojnë. Sepse duke vazhduar dhe atë që tha Sibora, unë për shembull këtë fundjavë isha në Tropoj, në Dobërdor, një destinacion shumë i bukur që unë rastësisht e kam zbuluar nga rrjetet sociale, nga TikTok, Instagram që kanë bërë turistët e huaj. Edhe unë nuk e dija që ekzistonte Dobërdori në Tropoj dhe thjesht nga një video virale një turisti të huaj më ka intriguar që unë shkoj ta vizitoj. Është ajo që thash, janë të huajt, pikërisht të huajt që gjejnë vendet më interesante. Edhe është shumë ironike që të huaj tani po na tregojnë në vendet
e Shqipërisë tonë, por që do përdoli është një destinacion që sërish kërkon pak mundin, sepse është larg, mund të shkohet ose në këmbë ose me makina off-road, prandaj ata janë më të guximshëm turistët e huaj. Japin edhe në... Le të shpresojmë që ky boom, ky fluks që ka nisur tashmë, mos të mbetet thjesht një trend për një vit ose 2 vite dhe të shuhet edhe t'i drejtohemi sërish pastaj atyre pushimeve pasive ku... U mendoj që ka shumë për të eksploruar, kështu që nuk do i rikthehemi asnjëherë një të zgjë, gjithmonë do ketë në kërkim të diçkaje më të bukur. Shqipëria ta ofron këtë gjë, kështu që pse mos. Irini, të uroj një fundjavë sa më të këndshme. Bëj qef, shijoje. Sigura, ku do ta kalosh këtë fundjavë? Unë këtë fundjavë jam në Bog, edhe se mua fundjavës më kap në një vend. Shumë në Bog, atje bëhet diçka shumë interesante, është festa e çobanit. Dhe ka një organizim fantastik të fshatit, e kanë 2 ditor, ka një supermarket gjatë madhe me të drejtën, ata e kanë bërë edhe herë të tjera, bëjnë dhe ti festivali, bëjnë po zona aty. Çobanët të periudhën e verës që i marrin bagtit dhe i çojnë në mal, domethënë kanë ca rite, ca gjëra të tyre që i kanë shumë interesante, do ketë koncerte, pastaj panajire, gjëra artizanale, ushqim mbi të gjitha, se po spati çik djatha ndej çik. Patjetër, nuk të lezeton i gjithë udhimi, kështu që do jem në Bog. Shumë faleminderit. Shijoje, të uroj një fundjavë sa më të bukur. Ne mbyllim këtu këtë pjesë të emisionit, do të jemi vetëm pas pak.